Berisha aktualisht zoti Berisha po shoqërohet nga stafi i tij mbështetës, por t'ju drejtuar si duket edhe së listë së Partisë Demokratike, ose të paktën por t'u larguar nga ambientet ku është hedhur një sasi e madhe spraj e gazit lotësiellës. Ndërkohë, me sa dëgjoj, vijojnë të hidhen edhe fishek zjarre nga ana e protestuesve, apo jo? Po, ka fishek zjarre nga ana e protestuesve, ka bomba apo koktejl molotov të hedhura në drejtim të forcave të policisë, por edhe një sasi e madhe e gazit lotësiellës që policia po hedh në drejtim të protestuesve, të cilët janë apo ishin të alokuar në zonën e kryqëzimit të rrugës Elbasanit. Tashmë, si më të larguar, më të tërhequr, për shkak të kësaj sasie të madhe të gazit lotësiellës të hedhur nga ana e forcave të policisë. Pasi vlen të theksohet, po hidhet në të gjitha anët gaz lotësiellës nga ambientet ku janë vendosur forcat e policisë, pra në ambientet e Kuvendit të Shqipërisë. Por krahas kësaj vlen të theksohet që tashmë policia duket ka rrethuar në të gjitha anët protestuesit, pasi edhe në rrugën ku ne ndodhemi aktualisht, ndodhen forcat të ndërhyrjes së shpejtë, ndodhet njëkohësisht ndodhet edhe një autobot për të hedhur ujë me presion, dhe mbetet për të parë se cili do të jetë reagimi i tyre, pasi aktualisht në këtë zonë ku ne ndodhemi është një i pakët. Qartë, Bekim, të lutem të ftoj të qëndrosh në linjë, paralelisht po shohim në këto momente që vijon hedhja e gazit lotësiellës dhe nga ana tjetër edhe hedhja e kokteleve molotov, sikurse i quajmë, nga ana e protestuesve. Jeni duke parë në këto pamje pikërisht